يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Po ma herët nuk u kon koha kështu me pas tana këto të mira që i ka gatu shoqja, po u kon ma pak sene ka pas, ma të lumtur jemi kon. Gjatë festës Bajramit, do të thonë asnjëherë në sofrën tonë nuk mungon, do të thonë mishi i kurbanit, sarmat, specat e mbushura, baklavat, ëmbëlsira të ndryshme. E përjetojmë me shumë gëzim këtë festë në familjen tonë, se është një ditë që na bashkon. Gjatë festës Bajramit, do të thonë asnjëherë në sofrën tonë nuk mungon, do të thonë mishi i kurbanit, sarmat, specat e mbushura, baklavat, ëmbëlsira të ndryshme. Zakonisht 2 ditë do të thonë përgatitjet e ushqimeve për pastrim e thuajse një javë. Shumë e lumtur kur i shijojnë, do të thonë këto gatimet e mia edhe ndonë të kënaqur edhe i shijojnë. Ndon aty ruaj traditat tona, edhe pse i bëj ushqimet moderne, por asnjëherë thuaj se nuk i iki dhe ushqimeve tradicionale. Mundohem, do të thonë se kur unë kur i përjetu ato ndjenjat e mia gëzimit, mia shpreh edhe mia tregu këtyve dhe mi shërby edhe me dhurata. Ka ndryshu shumë se tash është jeta pak ma dinamike, po mundohemi edhe me rujt edhe kohën e mahershme. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selam aleikum. Selam, mirë, fshej mirë për Bajramin. Hajr paço, ty për hajr. Inshallah e gëzoni Bajramin. Allah i shpërblet, faleminderit. A u bone gati për Bajram, çka ke pregadit? Po, disa pregaditje i kom po ishte të bëj edhe një ëmbëlsirë, pregaditje të kekit. Edhe me shikue, tani me rëmujt, s'pala nuk është. Baklava ke vë, po? Po. Gjenë se e kemi edhe kohën e kalume, a mundeni më na tregu se qysh e keni festu për shembull Kurban Bajramin kur je konte e vogël. Çka e ka bu ma të lezetshëm festën ashtu? Po ma herët nuk u kon koha kështu me pas tana këto të mira që i ka gatu shoqja, po u kon ma pak sene ka pas, ma të lumtur jemi kon, kur kemi shku, jemi mbledh fëmija, më na i dhonë na i karamel dikosh, u kon diqysh ma shidet, na kam bëjt që ato kujtime. Po në atë kohë u kon prezent baklava, nuk u kon prezent çdo ditë, pa u kon e veçantë ditë Bajrami. Tashmë prezent thuj se tankohen baklava mishi. Në atë kohë ka pas ma pak, pa jemi kon ma të lumtur si fëmijë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Për festën e Bajramit do ta përgatisni kat një ëmbëlsirë, përbërësit janë 3 vezë. E kemi ly kallëpin me margarenë dhe pak miell, apo mos me shtytur. Edhe thuaj që ëmbëlsira është që e dojnë fëmija e me mas shumti, për afërsisht gjysore kanë derisa të pjekët. Këtu kemi çokoladën edhe hopull, edhe e shkrim në avull. Ëmbëlsira tash është pjekur.
Tash masi është kry kekja hedh me çokoladën, është kry navull. Edhe ja vendos me një zbukurim të Bajramit. Kështu. Përpos që i përgatis këto ushqime për Bajram, për festa, unë e kom edhe biznes këtë Homs Cake, që i përgatis për koktejle të ndryshme që i marrin njerëzit.